Zoti Gashi, një konë shumë kritik ndaj komunës edhe për çështjen e këmbimit prunave. Po. Qa po ndodh realisht me këmbimin e prunave komunale? Ku janë interesat e qytetarëve që po preken, ose ku janë interesat e bizneseve dhe të pushtetarëve që po favorizohen? Ferizaj, fatkeqësisht e kemi po një praktikë të keqe. Domthon komuna ka bërë këmbimin e prunave shpeshherë duke u thënë me interesin publik. Ne për këtë arsye kemi drejtuar zyrës auditorit kombëtar që ta bënë një auditim edhe ta shikon përsa se cili ka qenë interesi publik i komunës Ferizaj që ka filluar të bëjë këmbimin e prunës. Ne kemi vlerësuar shpeshherë se disa prej procedurave, proceseve me të cilën ka filluar komuna nuk është bën harmoni me interesin publik dhe keni përmend një rast Dakon Invest. Po. Domthon çka ka ndodhur? Komuna ka ndresh një rrugë në një pjesë të preferisë qyteti apo në një fshat në Kodim, edhe pa bërë analizë të tillë, pa e ditë gjendjen faktike, ka ndresh asfaltun edhe tash të ban këmbimin. Disa herë kanë masi u kry asfaltin. Po, se u dol tu ka privat aça. Po privat ka dol, domthon para mendoj se ka ditë, ai është vepër penale me të cilën nuk e ka planifikuar një rast të tillë dhe ka marrë një mos të tillë. Çka më e keq atë kësaj? Komuna e Ferizaj ka tentuar disa herë të bëjë një çështje të tillë, jo vetëm në këmbimin e prunave, por të jap një leje ndërtimore, disa kote me një objekt që është duke u ndërtuar në një pjesë të tillë. E çka më e keq e kësaj, që e ka gjetë një metodë kinse, është marrë rtuka një prunës në një hapësirë. Tash dol tuka atina. Atina domthon pronorit. Rastisht tuka atina këta kanë shtruar me asfalt. Edhe tash ana tukën të neve, se të na me vetë të lëshojnë atë dëkat, apo? Ashtu. Ta që ka ndodhë, me një pjesë atje që kena mbro pa neve, objekti është 22 kat. E tash komuna... Qysh për 22 kat? Domthon, që ka më intereson, këto 22 kat janë kundërshtim me ligjin. Sepse nuk janë thirrë në asnjë me numër të banorëve, është kanë edhe planifikimi me... Po, absolut, domthon, kjo është për mu habit që thëjmë popte, apo për mu çudit, se si komuna ka lejuar një model të tillë të ndërtimit të një objekti të tillë, edhe duke i dhënë në kundërshtim me ligjin e planifikimit, domthon ato kushte ndërtimore, atë kriter bazë pa hapësirë gjelbruse, pa hapësirë të zhtetit. E krejt banim është edhe po jo ka biznesit në pjesë të para, po shumica është banimit, edhe këstën e ka shumë. Ja ka dhënë tash, e ka kryer çat këmbim. Tash në një procedurë para disa ditëve, para një dite që ka qenë, para 8 ditëve, që ka qenë një procedurë në seancë, edhe çka më interesanti që komuna është duke shfrytzuar një model shumë të keq, domthon në formën e këmbimit me dhënë leje ndërtim 3 kat bit ndërtim. Çfarë do të thonë se me rastin e marrjes vendimit për këmbim, në çfarë procedurë edhe japet edhe leja ndërtimore. Po është drejtoria e urbanizmit për leje. Po kjo është çore, me ekzistu me një sistem demokratik, praktikisht çu bën kjo. Se në kuvend deputet e kuvendit, tash me kry rolin e ministrisë, edhe me një absolut, këta po dolin me fabrika se diçka marrë ose ta ka. Ka shturpi më i madh, që kanë kalu kompetencat edhe vetë anëtarët e kuvendit duke mos ditur, edhe çka më befasueshme. Kur bon zakonisht janë të manipulum. Jo, nuk ka manipulum. S'mund mua manipulum sepse i të fol për një drejt mandatare me të cilën e ka anëtari i kuvendit. Është thojnë mos shtin në listë tjetër herë nëse se voton. Po a di, mor kjo është përgjegjësia e tyre për shkak që ka një betim që nuk kanë me shke ligji, kanë me këbojmë interesit publik. Që kanë shtë interesit? Komuna nëse ka interes me pra të rrugë që me të cilën e kalon, në t'ja banë shpërndësimin e asoj që aja shkëm para prakisht para se më shtru asfalt. Po, absolut. Do të bëni projekt për qatë rrugë. Po, jo ti mi dhonë për diçka që është kundërshtim. Edhe 22 kodë që tash aktualisht është kundërshtim me ligjin e planifikimit hapësinor, është kundërshtim se si u është dhënë ai vendimi i lidhur ndërtimore. Zakonisht edhe pse interesi publik është. Fal, jo, po ai nuk ka pas lidhjen për 22 kat që me interes publik. Atë ka qenë vetë objekti i dhënë për 22 kat. Paraprakisht. Paraprakisht. Domthonë 22 kat është ndërtuar, ka tentuar një ide e tyre disa njerëz aty që mund të mishtuar 3 kat me 25. Po jo nërë me këmbim, jo nërë me këmbim. Pa këmbim. Disa herë kanë tentuar pa këmbim. Po pas e kanë po që nuk po mund me bo, e kanë gjetë një farë forme, një farë modeli, hajtë që tash me këmbim. Po ne kemi drejtuar ministrisë. Është mirë me këtyr, ajo rruga që u asfaltu, prej cilës do të ndrën si prunë e
investuese. Ne jemi duke e bo një hulumtim të tillë, edhe besoj se do të nxjerrim konstatime për një çështje të tillë, po pavarësisht asaj, vendimet e linjës ndërtimore nuk jep kuvendi, është jashtë mandatit të tyre. Është një institucion, është drejtoria për urbanizmin e Ferizajt që jep vendimet e linjës ndërtimore. Po s'mundesh me dhon këmbim, s'mundesh me dhon këmbim, po një pronë, po jam ndërtim. Edhe 22 koçë është kundërshtim me ligjin. E le mos lasim aty tre. Po kjo është një prej veprime më të këqija që ekziston në këtë komunë. Është një drejtori që vetëm emri e ka drejtori urbanist, se do të janë rrëshut drejtoria degradimit edhe e krimit, e që fatkesisht e ka shkatruar një dam i ka bën Ferizajt, që vendimet e tilla janë të pariparueshëm për shumë vite të tilla, edhe ka me shkaktuar një dam material, edhe një jetë të tërë të qytetarëve që ka me shkaktuar këto ndërtime në kundërshtim me bazën e jetës urbane që e ka rregulluar ligji i planifikimit absolut. E përmendni më herët çështjen e tenderave.